Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Arbana Osmani, emër i ndaluar për të përmendur në top. Arbana Osmani duket se tashmë është bërë një emër që nuk duhet të përmendet më në top. Mbrëmjen e së djeshme, ku prezente ishte dhe moderatorja Kiara Tito, Rudina Dembacaj nuk ka humbur rastin për ta pyetur menjëherë në lidhje me deklaratën që Dojna Mejma ka bërë në emisionin e Arbanës Mirëmbrëma Yje. Pikërisht në këtë emision, thuajse rastësisht nga pyetjet në fund të emisionit që i bëri Arbana Dojnës, kjo tha se Kiara e ka hequr nga Instagrami. Megjithatë, Rudina nuk e saktësoi si më sipër emrin e emisionit, si dhe ku apo kush i tha. Ajo thjesht u shpreh në një emision që jepet vetëm në YouTube. Nisi fjalja e moderatores pa përmendur fare Arbana Osmanin ose emisionin e saj Mirëmbrëma Yje. Kujtojmë që prej largimit të Arbana Osmanit nga topi, emri i moderatores më të dashur shqiptare është i ndaluar të përmendet në këtë televizion. Nuk dihet pse gjërat nuk kanë funksionuar edhe pse Arbana është sot larg topit, pasi asnjëra palë nuk ka folur për këtë largim, mungesë apo vendim.